Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ndarë detaje nga pjesëmarrja në samitin e 50 vjetorit të Partisë Popullore Europiane, duke theksuar mbështetjen që sipas tij, opozita shqiptare ka marrë nga liderët evropian. Në një komunikim ai u ndalte situata politike në vend, procesi i integrimit dhe zhvillimet e fundit, si dhe tek diskutimet që u mbajtën gjatë samitit. Berisha tha se në këto aktivitete ai takoi shumë miq të vjetër dhe të rinj, ndërsa diskutimi ishte gjendja e Shqipërisë. Edi Rama sot është një diktator në rreth të kuq, pa të ardhme në Shqipëri dhe në Europë. Mbështetja për opozitën dhe për pjekët e saj është e plot nga Partia Popullore Europiane, nga liderët e këtyre partive, nga partitë e mëdha CDU-ja, partitë e tjera të qendrës së djathtë, të spektrit të qendrës djathtë në Europë. Diskutuam gjërësisht mbi bashkëpunimin me këto parti, si dhe i njoha me vendosmërinë tonë, rezistencën tonë, kryerritjen tonë paqësore për të përmbysur këtë regjim të paligjshëm, zhvillimet dramatike të javëve të fundit në cilin Edi Rama mori përsipër të gjithë fajësinë, siç e ka, duke bllokuar sistemin e drejtësisë mirëpërfundimtare, paketën ligjore që përgatit si mburoj për vjedhjet e tij dhe të qeveritarëve. Berisha theksoi se në këtë samit, Partia Demokratike pati vendin e saj të merituar dhe mori mbështetje shumë të madhe. Bëm takime në Parlamentin Belg dhe në Parlamentin e kryeqytetit të Belgjikës, në të cilat ne informuam bashkëbiseduesit miq tanë për të gjithë situatën dramatike që kalon Shqipëria. Në këtë rast u shpreh një mirënjohje të thellë dhe të pakufiqshme për Partinë Popullore Europiane, kryetarin Weber, sekretarin e përgjithshëm Montserrat dhe të gjithë ata të cilët mbështeten partinë gjatë këtyre viteve dhe mbështesin sot fuqimisht në përpjekjet e saj për një Shqipëri ku qytetarët votojnë të lirë, një Shqipëri demokratike.